kush edhe njëri nga këta deputetët në kryetarët e parlamentit duhet jetë i komunitetit serb dhe përcakton forca kryesore të zëme e komunitetit serb, e cila duhet nga forca më e madhe politike në mes të komunitetit serb është Lista Srpska, e cila tani duhet ta vendosë në kryetarin. Po çfarë nëse asoj i teket që të mos e bëj fare, mos e propozoj fare në kryetarin dhe parlamenti ngelet i pa konstituuar deri kur t'i teket Beogradit. Ja çfarë vendimi ka marrë gjykata kushtetuese. Absolutisht një vendim jo vetëm antikushtetues, por në emër të kushtetutës, por edhe një vendim antikombëtar, me pasoje shumë më të mëdha. Natyrisht serbët nuk e kanë përdorur deri më tani, por mund ta përdorin në momentin që ju duhet kjo gjë. Ky është një vendim absurd, se pasojat të cilat tani për tani me të po luan Albin Kurti, por dikur mund të luajë edhe Beogradi me të. Profesor, e lidhur me insistimet e Kurtit, duket sikur nuk është një politikan që preferon konsensusin, por a duhet konsensus në këtë moment, mund të ishte më e thjesht në rast se arrije një marrëveshje me dy partitë e mëdha të opozitës? Nuk mund të ndodhë kjo për shkakun thjesht sepse e kam thënë edhe herë tjera, me LDK-n ka interes, por LDK nuk ka interes që të bëj koalicion me Kurtin. Me PDK-n, PDK-ja ka interes që të bëj me Kurtin koalicion, por Kurti nuk ka interes sepse do vetë shkatërrohen në një rast të tillë, duke pasur parasysh që PDK kontrollon shumicën e medjave, shumicën e administratës, pastaj gjykatat, prokurorit, të gjitha këto si të themi institucionat tjera dhe po të ketë edhe në gjysmën e qeverisë ose një tretën e qeverisë, ajo shkatron fare vendosjen. Kurse me aleancën që do të ishte një era Mushahadine, që do të ishte një interes reciprok i të dy palëve, nuk i lën egot e liderëve që ta bëjnë të koalicion. Fjalët më të vrashta për Albin Kurtin i thotë Ramush Haradinaj, kështu që në vend që të afroheshin tani, çka i do edhe interes do ishte interesi i vendit, por edhe interesi i tyre partijak, të dyja partive, sepse unë për shembull nuk do t'i këshilloja kryetarit LDK-s që të bënte koalicion me Kurtin, sepse s'është interesi i partisë së tij, as i tij personal. Por kryetarit të aleancës do t'i këshilloja ta bënte këtë, sepse është interesi i tij edhe është interesi dyamshëm. Por ja, kjo nuk ndodh për shkak të këtyre gjërave, kështu që ka ngelur i vetmi opsion kjo Kurti, Limaj, Rashiqi dhe deputetët e minoriteteve jo serbe që të bëjnë të 61 deputet, dhe kjo do të mund ta çonte vendin deri te zgjedhja e presidentit, e pastaj shohim e bëjmë. Ju jeni bindur se kur vi momenti i zgjedhjes presidentit do të ketë, po themi, vështirësi që të mbajë ky parlament? Po, sepse edhe këtu, domethënë, ka nxjerrë një telashe vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili po ashtu e ka interpretuar kushtetutën në mënyrë të gabuar, dhe tani sa herë që do të ketë zgjedhjet presidentit, jo vetëm radhën e ardhshme, po edhe çdo radhë tjetër, natyrshëm do të ketë krizë politike, dhe vetmja mënyrë është për të shmangur këtë krizë politike kur zgjedhet presidenti, është që të pajtohen që presidenti i ardhshëm të zgjedhet me votën e popullit, do të thotë të zgjedhet drejt nga populli, në qoftë edhe nëse kompetencat e tij nuk ndryshojnë, por të paktën në mënyrë e zgjedhjes të jetë e drejtpërzejtë, siç e bën Maqedonia, siç e bën Serbia, Kroacia, vendet e tjera të rajonit, duket se madje edhe Malizi
Kështu që vetëm Kosova e Shqipëria që zgjedhin presidentin në parlament. Dhe mendoj që kjo të paktën në Shqipëri të paktën s'ka prodhuar kriza politike, por në Kosovë vazhdimisht ka prodhuar dhe do të prodhoj kriza politike nga këto vendimet që të gjykatës kushtetuese. Do të ishte më mirë për ju të votoj me votë të përgjithshme nga qytetarët? Po, sepse atëherë vota përgjithshme çdo herë do të prodhonte një president. A do të prodhonte një president të mirë apo të keq, do të ishte faji i vetë qytetarëve. Domethënë dhe tek e fundit qytetarët e Kosovës, votuesët janë ata që paguajnë faturën për veprimin që bëjnë, por gjithmonë zgjedhjet e drejtë për drejta prodhojnë një president. Në dy raunde do të dilte një president. Okej. Dhe një çështje se i takon paqartësisë dhe pasigurisë që ekziston në kontinent dhe në botë për çështje të stabilitetit. A është një situatë komplet e pafavorshme parë nga ky këndvështrim? Po. Prandaj është interes i Kosovës në radhë të parë që të ketë qeverinë sa më parë që është e mundur. Dyta, është interes i Albin Kurtit të mos zvarrisë. Sa do që ai më mirë është të i marrë me një pazar më të rëndë t'i bëj votat, se sa të humbë kohë për t'u zbritur pazarin partnerëve të vetë të ardhshëm. Profesor, po sa mund vazhdoj kjo situatë kështu? Ka limite kohore? Do t'jemi në kokën e Albin Kurtit për ta kuptuar këtë gjë. Por këtë gjë, domethënë unë mendoj krejt të kundërtën e asaj çfarë si duket po mendon Albin Kurti. Albin Kurti po mendon që duke i shtyrë, ja zbret pazarën dhe në fund i lodh opozitën dhe bën të tijen. Në ndërkohë që unë po mendoj që ky nuk është, jo vetëm që nuk është interesi i Kosovës, por nuk është as interesi i tij personal. As interesi i partisë së tij, as interesi i tij personal si lider. Po mos gaboj, kishte një afat një mujor. Kishte një afat një mujor kur duhet konstituohet parlamenti. Po pavarësisht nuk ka nevojë të ezauroj gjithë të afat, sepse interesi i tij, sipas mendimit tim gjithnjë, është që ta bëj dhe interesi kombëtar po ashtu i Kosovës, është që ta bëj sa më parë që është e mundur. Jo të zvarresë, jo të bëj lore politike për ta lodhur opozitën ose për t'u zbritur pazarin partnerëve të koalicionit. Dhe këtu qëndron dallimi, në perceptimin tim të situatës politike dhe të interesave, këtë rast të tij, të partisë tij dhe të Kosovës, me atë çfarë ai po percepton. Profesor, dhe pyetja e fundit fare, zakonisht në kriza politike në Shqipëri dhe Kosovë kanë ndërhyrë ndërkombëtarët. Ka patur deklarata ose veprime nga ana e tyre? Jo. Madje do të thosha që para 2-3 ditësh ishin dy pritje në ambasadën japoneze dhe ambasadën italiane. Bota rastin t'i takoj shumicën e ambasadorëve të rëndësishëm aty dhe bisedoj me ta. Ata, qëndrimi i tyre është të mos përzihen në punë. Qëndrimi i tyre është koha që klasa politike e Kosovës të maturohet, të bardhë përgjegjësinë për atë çfarë bën, dhe tek e fundit kjo mund t'i kushtoj Kosovës, por jo serioziteti, padituria e tjerë, por megjithatë është një rrugë në cilën duhet ndjekur. Në shkolla tani Kosova ka bërë 17 vite shtet dhe është koha që klasa politike e saj të maturohet dhe t'i zgjidh vetë problemet të cilën lindin brenda saj. E madje dhe jo vetëm klasa politike, por edhe klasa intelektuale dhe shoqëria civile e tjerë, të gjithë do duhet të pjekemi që të udhëheqim një shtet. E meritojmë apo nuk e meritojmë të jemi shteti i pavarur dhe sovran? Kjo është çështja. E qartë. Profesor, shumë faleminderit për analizën tuaj. Ishte kënaqësi të diskutonin. Kënaqësia ishte ime. Miq, do të ecim më tej dhe të shkojmë në pak minuta publicitet, kthehemi vetëm pas pak në studio.